A e dinje që njerëzit që kanë shumë dhimbje dhe i shikon të qeshin, të luajnë, të vallëzojnë, kanë depresion. Po, është e vërtet. Ka depresion dhe ky depresion quhet depresion i qeshur. Kemi dhe depresion e qeshur dhe depresioni që është melankolik, që është me mërzi, që nuk duan të dalin. Kurse depresioni i qeshur mundohet të dalit, të tërheqë vëmendjen e të tjerëve dhe ka dhimbje dhe ndjen dhimbjen e të tjerëve, bëhet shpëtimtari të tjerëve, sepse nuk vetë të shpëtoj veten e tij. Ndodhet me shumë njerëz në zhurma, vetëm që të kërkoj vëmendje dhe të mos arrit të shikoj veten e tij. Në këtë depresion kam qenë dhe unë më parë. Dhe shpeshherë kur kam vajtur që të punoj me veten dhe që të shikoj plakët e mia dhe të fillojmë të qaj, kam thënë edhe unë, mund ta thuash dhe ti, nëse do që të punosh me veten tënde, po pse? Mos isha më mirë atëre? Jo, atëre nuk isha fare më mirë, por ishte koha se duhet të rrisnja fëmijët, duhet të bënja edhe unë punën time dhe universi na le që ne të mbijetojmë, por nuk jetojmë. Jetimi i vërtet është kur ti vetë shikon plakët e tua, merr fuqinë tënde mbrapsht, merr të drejtat tënde mbrapsht dhe gjithçka. Për të gjithë ju që shikoni këtë video, shikojeni në çfarë pozicioni jeni. Keni dhimbje dhe qeshni dhe nuk shprehni, nuk tregoni dhe e lini, nuk përfillni veten tuaj, shpirtin tuaj, por bëni gjojash sikur jeni të lumtur, e doni të lumturoni të tjerët, ke depresion e qeshur. Dhe nga e kundërta, në qoftë se dhe ti që do të mësosh kush është depresioni jot në bazë të ditës të ditëlindjes, mund të më shkruash në privat tek numri 0030 699 321 46 37. Të mësosh shkakun që ty të sjell në depresion, çfarëdo depresioni që ke, dhe të mësosh dhe si të dalësh nga ai depresion. Unë për veten time hy në depresion kur e jap fuqinë time mbrapsht. Dhe sa herë që kam punuar me veten, gjithmonë e kam dhënë fuqinë time mbrapsht në një gjendje, në një person, dhe kjo më ka sjellë në depresion. Kur mësojmë, kush mësojnë depresion, cila ky shkak që dhe marr fuqinë time mbrapsht, atëre unë atje ku qaj ngrihem më e fortë dhe jam në vendin tim. Në qoftë se të intereson të dalësh nga depresioni, nga problemet, nga dhimbja dhe të jetosh për vete, të jetosh vërtet në fuqinë tënde, jam këtu të të ndihmoj me terapi, seancë private dhe me programe 21 ditore që mund t'i bësh ti në shtëpinë tënde, në kohën tënde dhe të shikosh sa shumë gjëra do të ndryshojnë në jetën tënde. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe ju uroj të takoni veten tuaj të vërtet, të mësoni kush jeni në të vërtet, të kujtoheni kush jeni në të vërtet, sepse jeta këtu në tokë është thjesht një lojë, është Matrix, por ti mund të dalësh nga Matrixi. Më ndiqni këtu në TikTok, në YouTube, regjistrohuni dhe dërgojeni këto video dhe në njerëz të tjerë, sepse mundet të ndihmoni në këtë mënyrë një person që ndodhet vërtet në depresion dhe intereson që të dalë nga ai. Jo të gjithë personat jemi gati që të dalim dhe të lirojmë plagët, dhe kjo është e drejtë. Edhe thash, përvoja ime është ajo që të them që për shumë vite nuk mundesha të dilnja dhe nuk mund ta kuptonja. Prandaj edhe ti që dëgjon këtë video dhe thua, jo nuk është kështu, është okej, në kohën tënde, sepse nuk mund të kuptosh që vërtet përjeton depresion. Ashtu si nuk e dinja unë dhe shumë herë, ju thash që thosha mos ishte më mirë, ti isha si atere që s'merrnja vesh, lonja, këndonja, gëzonja dhe isha me lumtur. Jo, atere mbulonja gjërat ose i fusnja të plerat poshtë qilimit e tapetit të mos i shikonja, derisa ato u bën të mëdhaja, derisa arrita u sëmura, edhe atje filluovi
dhe ai zhvillimi im personal. Ju dua shumë, ju përshëndes, qofshi mirë, bëni gjëra për veten tuaj se Zoti na solli këdo për veten e tij, për fuqinë e tij dhe për çdo njeri ka misionin e tij, talentet e tij, ka fuqinë e tij, ka destinacionet e tij, ka gjithçka. Dhe të gjitha këto mund t'i mësosh duke bërë dhe analizën e plotë të artës të shpirtit tënd, kodet e dritës, është shumë e thjeshtë, është një vegël shumë e nevojshme për të tërë njerëzit, se të bën të kthesh jetë ndryshe. Ka shumë njerëz në Shqipëri që e kanë bërë dhe vërtet kanë ndryshuar jetën e tyre. Është një busull që do ta bësh një herë në jetë dhe do ta kesh gjithmonë si një udhëzues të jetës tënde. Mirupafshim.